kushtetuese është brenda afatit që duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese apo jo, sepse sigurisht për të paraqitur një kërkesë ka një afat të caktuar, dhe së treti nëse kjo çështje hyn në jurisdiksionin, pra ka të drejtë gjykata kushtetuese ta shqyrtojë. Nëse këto tre kritere përmbushen, kolegji vendos që t'ja kalojë çështjen mbledhjes së gjyqtarëve, pra të gjithë gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese që më pas bëjnë shqyrtimin në themel. Duke qenë se kjo kërkesë ka edhe një kërkesë për pezullim, fillimisht mbledhja e gjyqtarëve do mblidhet për të shqyrtuar kërkesën për pezullim që ka bërë kryeministri dhe më pas për të shqyrtuar kërkesën në themel. Pra, pasi të kaloj filtrin paraprak, që është vendimarrja që duhet të merret ditën e sotme, do kaloj apo nuk do kaloj filtrin paraprak, më pas do vijohet me shqyrtimin e kërkesës për pezullim dhe më pas shqyrtimin e gjitha pretendimeve që ka ngritur kryeministri në themel të kësaj çështje. Marrim të dyja skenare. Kjo është procedura që parashikon kushtetuta e ligji për gjykatën kushtetuese. Për te kaloj faza paraprake. Merr vendimin gjykata kushtetuese. Vendos ta pezulloj masën që kërkoi GKK, pezullimin e zonjës Balluku. Çfarë ndodh? Sigurisht që gjykata do duhet pastaj që të shprehet edhe për themelin e çështjes dhe duhet pritur që cila do jetë vendimarrja për themelin e çështjes, por unë vlerësoj që nëse gjykata kushtetuese, gjë që unë besoj që nuk ka shkak ligjor për ta bërë siç e shpjegova, po nëse gjykata kushtetuese do vendos pezullimin apo eventualisht dhe shfuqizimin e kësaj mase, besoj unë është në logjikën e kërkesës që ka bërë prokuroria dhe në logjikën e vendimarrjes së gjykatës që më pas ata do kërkojnë nga parlamenti heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, se nuk ngelet mas tjetër e cila mund të përmbush njësoj nevojat e sigurimit përveç se masës së pezullimit të ushtrimit të tyres. Duhet sjell në vëmendje Bruna që në rastin konkret unë vlerësoj që, si më thënë, prokuroria është treguar më racionale ose më e kufizuar në masa që ajo ka kërkuar të vendosën, sepse në raste tjera ju keni parë për të njëjtat, si më thënë, vepra penale apo për të njëjtat funksione ose funksione analoge, siç për shembull mund t'ju përmend rastin e kryetarit të Bashkisë Tiranë, prokuroria ka kërkuar direkt arrestimin e tij. Dhe mund të jetë rasti që nëse në fakt nuk do ishte vendosur masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës, do ishte vendosur arrestimi me qëllim që të sigurohet mbarvajtja e hetimit. E qartë, ndërkaq. Por thënë këtë një gjë, se mendojnë që është element i rëndësishëm. Pra, e gjithë logjika apo argumentet që ne bëjmë nuk i heqin kursesit të drejtën Belinda Ballukut që pasi ka marrë vendimin e shkallës parë, ta ankimoj këtë vendim në gjykatën e apelit, më pas nëse ngelet e pakënaqur nga vendimarrja e gjykatës së apelit të shkojë në gjykatën e lartë dhe më pas në gjykatën kushtetuese. Kjo është rruga normale që ndjek çdo qytetar, çdo zyrtar dhe kushdo tjetër për mbrojtjen e drejtave të tij. Ajo që është e pakuptueshme është cila është arsyeja që për herë të parë, pavarësisht se publikisht kryeministri dhe përfaqësuesit më të lartë Partisë Socialiste kanë deklaruar që ne nuk kthehemi në zyrë avokatie për asnjë përfaqësues apo funksionar të Partisë Socialiste, këtë herë kanë vendosur që të shndërrohen në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Kjo është, po themi, disi e pakuptueshme pse kryeministri ka vendosur që kësaj here, ndryshe nga gjithë herët e tjera, ndryshe edhe nga angazhimet e tij publike, ta thyej precedentin që ai vetë kishte krijuar që nuk komenton çështjet e drejtësisë, nuk merret me çështjet e drejtësisë e kështu me radhë. Pra, cila është veçantia në rastin e Belinda Ballukut? Do ta respektojmë çdo vendim që do të marrë gjykata. Po atë s'është zgjedhje, ajo nuk është, domethënë, respektimi i vendimarrjeve të gjykatës nuk është zgjedhje. Nuk e ka këtë luks as Edi Rama dhe asnjë qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë. Vendimarrjet e gjykatës në moment që merret janë detyrueshme, kështu që nuk është se po i bën ndonjë nder gjykatës që po i respekton vendimet, se pastaj bie që të bënte grushteti. Po nga ana tjetër Partia Demokratike Sali Berisha këtë herë ka dalë në mbrojtje të SPAK dhe të GKK-s. Por kur vjen puna le të themi diskutimit e rasti Partizani, nuk është i njëjti qëndrim. O vepron me dy standarde Partia Demokratike? Vlerësimet e zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike në çdo rast kanë qenë rast pas rasti. Pra ne kemi parë në raste konkrete kemi pasur kritika, në rastet e tjera po themi kemi vlerësuar dhe kemi inkurajuar punën e SPAK-ut. Keni parasysh një gjë, SPAK-u në një çështje nuk vepron si strukturë e tërë. Në secilën prej çështjeve ka një prokuror ose dy prokurorë që hetojnë çështjen, që i drejtohen më pas gjykatës ku ka një gjyqtar apo dy gjyqtarë që gjykojnë apo shërtojnë çështjen e kështu me radhë. Dhe në çdo rast që ne kemi pasur kritika lidhur me punën e prokurorisë apo lidhur me punën e gjykatës, sigurisht nuk e kemi penguar apo vetë kufizuar veten për t'i bërë këto kritika qoftë publikisht. Në ato raste tjera
kur në vlerësimin tonë është bërë një punë e mirë, e kemi inkurajuar dhe mbështetur këtë herë po e vlerësoni, punën dhe veprimtarinë e SPAK-ut, sepse vlerësojmë, kur është përballë e zotit Berisha me drejtësinë keni kritika, në rastin konkret jo, keni vlerësim. Sepse vlerësojmë që ky është një fillim i mbar, sigurisht një punë e cila është e papërfunduar, sepse ajo që unë besoj kanë interes të gjithë qytetarët shqiptarë është të dinë se ku kanë përfunduar 50 milion euro që mendohet të jetë abuzimi në rastin e tunelit të Odogaras apo disa qindra miliona euro të tjera që mendohet të jetë abuzimi në unazën e Tiranës. Në rastin e zotit Berisha, sigurisht ka pasur kritika sepse ne vlerësojmë që në aspektet e caktuara, qoftë hetimi që është kryer ndaj zotit Berisha, ashtu edhe gjykimi, shërtimi i çështjes së zotit Berisha nga gjykata ka pasur hapësirë për të bërë kritika të caktuara. Zoti Berisha, si çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, nuk është mbi ligjin, po nuk është as nën ligjin. Kështu që ne nuk mund të pranojmë asgjë më pak që zoti Berisha i garanton ligji. Sigurisht po, para dite e sulmon SPAK-un, paktën një ditë më parë, në paraqitjen e tij besoj që shpjegova. Edhe zoti Berisha vetë ka sqaruar qëndrimin e tij. Rast pas rasti, edhe zoti Berisha, edhe përfaqësues të tjerë Partisë Demokratike kanë sqaruar qëndrimin e tyre. Rast pas rasti ka hapësirë për kritik, rast pas rasti ka hapësirë për vlerësim dhe mbështetje të strukturës së posaçme antikorrupsion dhe prokurorëve të caktuar. Nga ana tjetër, ndryshe nga që vepron zoti Rama, i cili bën presione duke përdorur grupet kriminale, apo bën telefonata me prokurorë të posaçëm, këtë lloj marrëdhënie Partia Demokratike nuk e ka. Qoftë kritikat e saj, qoftë vlerësimet e saj, i ka publike të hapura dhe i bën përpara kolegëve tuaj. Ka prova konkrete, zoti Lori? Përfaqësuesit më të lartë të Partisë Demokratike, përfshirë dhe kryetarin e grupit parlamentar zotin Bardhje, kanë denoncuar në fakt presionin që është bërë prokurorit të posaçëm Dritan Prençi, qoftë nga grupe të caktuara kriminale, ashtu dhe nga vetë kryeministri nëpërmjet një telefonate, fakt të cilin deri më tani nuk e ka mohuar askush. Për çështjen e Belinda Ballukut, për marrjen që kur u mor e pandehur Belinda Balluku ka pasur kërcënime drejt për drejta në drejtim të prokurorit Prençi, qoftë nga grupe strukturuara kriminale të lidhur dhe pranë Belinda Ballukut, ashtu në fakt edhe një telefonat të drejt për drejt nga vetë kryeministri. Me audio? Për gjithë ata të cilën ndoshta nuk e kanë ndjekur, nuk e kanë dëgjuar zotin Bardhi. Me telefonate ka marrë në telefon nëpërmjet një bashkëpunëtori të tij dhe po themi e ka kërcënuar. Ju falenderoj shumë për bisedën, zoti Lobo. Faleminderit shumë ju. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.